Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vëlla i dashur Esmerald, e falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, i cili me mirësinë e tij po na begaton, po na nderon që të zhvillojmë këtë kurs në shkencën e tajvidit, që të merrem me të mësime në shkencën e tajvidit. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fesnik. Vëllezër të nderuar, sot me lejen e Allahut azza wa jalla po fillojmë një kapitull 3 në shkencën e tajvidit, një kapitull të cilën e kanë quajtur dietarët si një prej mësimeve apo temave më të rëndësishme në shkencën e tajvidit. Ajo është kapitulli i mududeve apo zgjatimeve. Kemi përmend më herët në këtë kurs, në fillim të kursit, se 4 elemente lidhen me leximin e Kuranit që janë të veçanta. Ato janë zgjatimet, kemi thonë, janë ghunën, që tingujt hondor, që kemi të veçanta në raport me leximin e Kuranit, po ashtu e sekte, kemi thonë ndalimi i veçantë që kemi trajtuar më herët, do të thonë ndalimi duke mos marrë frymë dhe vazhdimi pastaj, dhe po ashtu zbukurimi i zërit. Pra, zgjatimet janë, do të thonë, prej gjërave të veçanta, prej elementeve të veçanta në leximin e Kuranit. Si hyrje, po kam dëshirë me përmend një rast që ka ndodhur me Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, i cili na ka transmetuar se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka respektuar shumë bukur zgjatimet në Kur'an, që janë të veçanta. Dhe ne kështu mësohemi nga dietarët që të kemi kujdes që të respektojmë zgjatimet në mënyrën më profesionale. Abdullah ibn Mas'udi një herë ishte duke ndëgjuar një person që lexonte Kur'an dhe lexonte fjalën innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dhe lexonte shpejt. Do të thonë kështu në këtë formë si shpejt, nuk e respektonte rregullin e zgjatimit. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu më një herë ai ishte shumë i kujdesshëm që njerëzit ta mësojnë, sepse ishte ekspert shumë i madh i Kur'anit. Do thonë prej sahabëve ishte një prej ekspertëve kryesor ishte Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, që kishte ndëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kishte mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe më një herë ja dha këtë vërejtje dhe i tha, nuk ma ka lexu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë formë. Tha, e pyeti ai që lexonte, tha, e çush ta ka lexu o Abu Abdurrahman? Tha, ma ka lexu kështu, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, duke e zgjat, duke e respektu rregullin e zgjatimit. Do thonë mudude duke i respektu. Po ashtu Enesi radhiyallahu anhu është pyet, çush ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Apo si ishte leximi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Edhe ai tha, ishte me zgjatime. Kjo shumë është me rëndësi, ishte me zgjatime. Edhe pastaj e pruni si shembull Bismillahirrahmanirrahim, ai e lexoi kështu me, do të thonë, çdo fjalë ku është i qartë medi e bëri të dukshëm. Bismillahirrahmanirrahim. Do të thonë duke respektu mënyrën e duhur, pa e tepruar. Një rast tjetër që po ashtu është i dobishëm të përmendim në raport me leximin e surës El-Fatiha, edhe pse nuk është bashkë në temë, s'ka problem, do të thonë nuk dëmton nëse përmendim edhe këtë hadith apo këtë transmetim që na ka treguar gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamia, që ka thonë, që ka transmetuar, ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka lexu, do të thonë i ka ndar ajetet. Dhe ka për shembull Elhamdulillahi rabbil alamin, pastaj ka ndal pejgamberi alayhi salatu wasalam. Do kështu na ka transmeton Ummu Salamia, Ar-Rahmanir-Rahim është ndal. Dhe ka thonë dhe ka lexuar Maliki Yawmiddin. Kështu, do të thonë ka dashur me tregu se pas çdo ajeti është ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i ka lidh. Të kthehemi tek medi apo tek zgjatimi, në bazë duhet ta kuptojmë se çka është med. Med do të thonë shtesë apo zgjatim, ndërsa terminologjikisht është zgjatja e zërit duke përdorur një prej germave të medit që është elifi, para tij që përshtatet fetha, apo je para saj që përshtatet, më thonë, kesra, se për shembull te para ke si shembull qale,
e dyta këtu, do të para jes kesra, qile, për shembull, apo germa tjetër e medit që është wawi, që para saj përshtatet domethënë damme, sikurse për shembull yaqulu. Me rëndësi të kuptojmë se domethënë zgjatja e zërit me një prej germave të medit që i përmenda tash, apo me germat e dobëta, siç është je dhe para saj fetha, si për shembull saif, si shembull, po do ta sqarojmë më hollësisht, apo waw dhe para saj fetha, sikurse shembulli khauf. Ky është definicioni, domethënë në aspektin terminologjik. Në bazë dietarët e kanë ndajt medin apo zgjatimin në dy kategori kryesore, pastaj këtu kanë klasifikime të ndryshme, kanë thonë është ai el-med at-tabi'i, domethënë ai që është natyral, që do të merremi tash me këtë, dhe po ashtu zgjatimi degësor që ka klasifikime të veta. Tash me lejen Allah Azza wa Jall po filloj me el-med at-tabi'i, domethënë zgjatimi natyral, zgjatimi bazik. Është ai med i cili nuk mund të ekziston fjala pa të. Do thonë është fjala bazike nuk mund të ekziston pa të. Sikurse për shembull fjala qale, kjo është med bazik, do thonë zgjatim bazik. Edhe pse do thonë zgjatja është dy zgjatime, dy lëvizje. Dhe është me rëndësi të dimë se tek medi natyral nuk ka sebeb. Te kategoria tjetër tek medi apo zgjatimi që është ansor apo degësor, aty domethënë sebepi është ose hemze ose sukuni. Nëse këtu nuk ka sebeb. Dhe siç thash, masa domethënë është dy lëvizje. Sa i përket kozgjatjeve apo masës së kozgjatjeve të zgjatimeve, këtu është mirë të dimë në hyrje se dietarët na kanë përmendur domethënë më e pakta që është dy zgjatime, sikurse tash që e përmendëm, medi apo zgjatimi natyral apo bazik apo original. Do të thonë është dy zgjatime. Çish matet kjo? Për shembull qale. Ka do thonë merret, do thonë kjo kozgjatje merret. Do thonë vetëm se me med, do thonë bëhet me med. Do thonë nuk thot qale. Po. Kjo është do ishte vetëm një. Po thot qale. Do thonë dy zgjatime, dy lëvizje. Këtë e kanë quajtur dietarët el-qasr. El-qasr, do thonë ajo që është më e ulta është el-qasr. Pastaj nëse është 3 zgjatime, nëse është 3 lëvizje, këtë e kanë quajtur fuwaiq el-qasr. Do thonë mbi el-qasr që është 3 lëvizje. Nëse është 4 lëvizje, këto e kanë quajtur et-tawassut, që apo me fjalë tjera që është mes el-qasr dhe mes el-ishba' që është më shumti, domethënë me i plotësuar, i plot, që është 6 lëvizje, që do ta përmendem. Domethënë kjo është et-tawassut, është mesatarja. Domethënë kjo 4 lëvizje. Ajo që është me 5 lëvizje e kanë quajtur fuwaiq et-tawassut, apo dun el-ishba'. Domethënë ndër ishba'. Derisa medi i plot, domethënë i kompletuar që është 6 lëvizje, sikurse për shembull wala dallin. Kjo është 6 lëvizje. Këtë e kanë quajtur el-ishba' apo el-med el-kamil apo at-tul. Domethënë i kanë shkruajtur kështu. Tash ndoshta dikujt intereson çish ti rregullojmë tash kozgjatja, domethënë çish kjo është me rëndësi të dihet apo të shikohet varësisht se cilën shpejtësi të leximit e ka. I kemi shpjeguar më herët se ka shpejtësi të ndryshme të leximit të Kuranit, domethënë e kemi shpejtësinë e shpejtë, do të mënyrën e shpejtë të leximit, el-hadr, apo kemi et-tahqiq që kemi thonë është ngadal. Tash varësisht ngadalësisë apo shpejtësisë duhet t'ia përshtatësh, domethënë lëvizjet. Domethënë ai që lexon shpejt Kur'an nuk i bën zgjatimet njëjtë sikur ai që lexon ngadal. Do thonë varësisht shpejtësisë duhet të rregullohet edhe kozgjatja e zgjatimeve. A kuptove? Në qartë. Sa i përket zgjatimit natyral apo original që përmendëm, që është domethënë në bazë, nuk ka mundësi të ekzistojë, domethënë ajo fjalë pa të, domethënë nuk ka një arsye, nuk ka arsye sikur tek pjesa tjetër që kategoria tjetër që thamë është hemza dhe sukuni, këtu domethënë e ka është bazik ajo zgjatje, është origjinale ajo zgjatje. Kemi shembuj të ndryshëm që kam dëshirë që ti përsëritësh edhe ti, po edhe ju shikues të nderuar. Shembulli i parë, qale. Ar-Rahman. Malik.
Yaqul. Yaqul. Është mirë një gjë të ketë parasysh që edhe në surën El-Fatiha për shembull, Ar-Rahman, apo në shembuj tjerë, do të thonë nuk bën që të zgjatet ekstrem, me qëllim që të zbukurohet zëri e të hyjet hak, do të thonë rregullit. Do të thonë në kurriz të rregullit të mundohet të zgjat apo zbukuron zërin apo leximin. Do të thonë duhet mos të respektojmë rregullat sipas metodologjisë që na ka mësuar dietarët që e kanë trashëguar nga sahabët edhe ata nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do të aty ku është një med tabii, ku është një med natyral, aty nuk bën të zgjat më shumë se 2 lëvizje. Pasi që është, do të thonë, kështu e ka formën, kështu e ka rregullën e vet. Prandaj edhe duhet të respektohet. Shembull tjetër, tubu, qulubuhum. Këtu e kemi zgjatimin medin tek vavit pas lamit. Do të thonë kjo është med natyral. Do të thonë fjala nuk qëndron pa kët. Do të thonë pa kët med. Do të thonë është pjesë e fjalës. Qila. Alladhi. Baraka. Po këtu janë vetëm disa shembuj shikues të nderuar, edhe juve ju këshilloj që edhe ju t'i përsëritni këtë shembuj, edhe të keni parasysh që mos të zgjatni më shumë se 2 lëvizje. Mos të zgjatni më shumë se 2 lëvizje sepse pastaj do të hyni domethënë një rregull tjetër që do ishte domethënë gabim, që nuk i përket medit natyral apo medit original apo zgjatimit original. Lusë Allahun Azza wa Jall që t'ju bekojë juve edhe ty vëllai nderuar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullah.